Disa kompani private janë drejtuar arbitrazhit ndërkombëtar me pretendimin se shteti i Kosovës u ka borxh nga viti 2020 e deri më tani 269.847.000 euro. Tabelat e Ministrisë së Drejtësisë tregojnë se gjysma e rasteve në të cilat shteti është paditur në arbitrazh për këtë periudhë janë përmbyllur e gjysma tjetër janë në proces. Për 2 raste janë dorëzuar njoftimet për padi, ndërsa 3 raste të tjera janë në proces fillestar. Për këto raste, vlera e pretenduar është 123.7 milion euro. 2 rastet e arbitrazhit ndërkombëtar që janë përmbyllur me humbjen e shtetit janë ai Mab Kosbexhet Pacollit, së cilës u detyrua t'i paguante 6.7 milion euro dhe kompanisë amerikane Contour Global 20 milion euro. Ndërsa shteti ka fituar rastet ku shuma e kërkuar nga palët arrinte në 120 milion euro, e ku paditës ishin Z Mobile, UT Credit dhe kompania Victory në periudhën 2020-mars 2025. Në Ministrinë e Drejtësisë thonë se përballja e avokaturës shtetërore me arbitrazhet ndërkombëtare është e vështirë. Për shkak të afateve dhe kompleksitetit, përballja me këto raste është shumë e vështirë. Avokatura angazhon kompani të huaja dhe varësisht nga rëndësia e lëndës, përzgjidhet edhe kompania ligjore që do ta përfaqësojë RKS në arbitrazh. Sipas të dhënave që Ministria ja ka ofruar kohës, rastet në proces fillestar janë padite vitit 2024 të kompanisë austriake Kelag që i pretendon 21 milion euro që lidhen me mosdhënien e lejes për ndërtimin e hidrocentralit Lëmbardhi 2 dhe rasti i kompanisë nga Shqipëria Pevlaku, e cila po i kërkon nga shteti 20 milion euro e që lidhet me shkëputjen e kontratës për ndërtimin e rrugës Prishtinë-Vushtri. Sipas këtij dokumenti, KEDSI vitin e kaluar ka dorëzuar njoftimin për arbitrazh ku ka shprehur pretendimin për 40 milion euro. Njoftim të ngjashëm sipas ministrisë është dorëzuar edhe nga kompania ndërtimore italiane INC, e cila i pretendon 7.7 milion euro, dëm i pretenduar për ndërprerjen e kontratës për ndërtimin e një rruge afër Ferizajt. E si vjet, shteti ka pranuar padin nga Suari, Kaveraria dhe Prorena, të cilat kanë pretendime prej 35 milion eurove lidhur me një çështje privatizimi. Avokati Bejtosh Sufi jep disa arsye pse shteti ka përfunduar me humbje në arbitrazh. Ka plot raste ku mund ta shehni që definitivisht për shkak dështimeve të zyrtarëve, të mos seriozitetit, praktikisht ju ka shkaktuar dëm operatorit ekonomik ose pa arsye fare thuaja, shteti ka hyrë në përgjegjësi duke mos pas asnjë arsye të madhe ose të nevojshme ose objektive për përgjegjësi të tilla edhe për ngecje, për shkelje dhe për zbrazësira të tilla. Lidhur me vendimet që nuk janë në favor të Kosovës, profesori i Universitetit të Prishtinës Qerem Qerimi thotë se duhet të studiohen se si erdhi te humbja. Ka gjithashtu raste kur vendimet nuk kanë qenë në dobi të Kosovës ose nuk kanë miratuar kërkesat e saj institucionale. Ka sigurisht arsye dhe shpjegime të mjaftueshme ligjore të tribunaleve të arbitrazhit, të cilat duhen studiuar me kujdes nga autoritetet përkatëse sa u përket fakteve, ashtu dhe përmbajtjes materialit të ligjit. Kjo, përveç të tjerash, në funksion të konsolidimit të mëtejmë të mekanizmave të mbrojtjes dhe përfaqësimit. Në arbitrazh vendor, sipas ministrisë, janë 3 raste, 2 me vlerë totale prej 4.8 milion eurosh të kompanive Premium dhe Standard Plus dhe një tjetër po nga kompania Standard Plus me shumë të pacaktuar.